Sekretari i përgjithshëm i Lidhjes Demokratike, Ilir Ferati, tha të martën se deri me tani në selinë e kësaj partie nuk është dorëzuar asnjë nënshkrim për të thirrur kuvendin e jashtëzakonshëm. Deklarata e tij vjen pas zërave për një iniciativë të udhëhequr nga kryetari i PS Gazmend Muhaxheri për rrëzimin e Lumer Abdigjikut përmes mbledhjes së nënshkrimeve. As nuk ka nënshkrime të deponuar nga zyrës së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Përndryshe, ne jemi të gatshëm, më thashë në fillim, që me i trajtuar normalisht me dalë deri në kuvend. Kryetari Abdigjiku nuk është hera parë, sigurisht do të jetë as së fundit, ka 3 kuvende që i ka kalu me votë fshehtë dhe absolutisht as pak nuk është i procedurave statutare të LDK-s. Në zyrat e LDK-s gjatë martës u pa edhe ish-presidentja Vjosa Osmani, e cila në zgjedhjet e fundit ishte bartëse e listës, por ajo refuzoi të komentoj këto zhvillime. Është deklaru sekretari i LDK-s Julius për mirë kuptim. Më duket përgja shumë ju ka tregu dhe është deklaru për krejt çështjet që janë në rëndësi, vetëm e mbështesa deklarat në pranësinë e saj. Krejt këto çështje kur t'i vi koha deklaruan. Për praninë e Osmanit në selinë e LDK-s, Ferati tha se nuk është diçka e pazakontë. E para nuk është veç sot që prezoni Osmani është prezent në zyrën e LDK-s, është në bazë auditorëve, varësisht për situatave që zhvillohen mëna për mëna LDK-s, e dyta ka qenë bartëse e listës LDK-s me vendim të kuvendit përgjithshëm, që është organ që vendos për bartësen e listë. E treta, LDK-ja fokus të agjendës e ka themelimin e institucioneve të Kosovës, dhe përmenoj që kjo është tema kryesore për krejt palët mëna Lidhjes Demokratike. Ferati foli edhe për takimin ndërmjet Abdigjikut dhe kryeministrit në detyrë Albin Kurti, duke mohuar se është diskutuar për ndarjen e posteve. Ka pas diskutim për ofertë klasike politike. Diskutimet për mëna atij takimit, me sa unë kam informacion prej kryetarit dhe deklarimeve të tij publike kanë qenë në kuptim të parimeve me të cilat duhet të ndërtohet një marrëveshje që ka me i stabilizu institucionet e Republikës Kosovës, jo në kuptim të pozitave politike dhe jo në kuptim të emrave përveçëm se kush cilën pozitë politike ka me nxonë. Sipas statutit të LDK-s, mbledhja 13 e nënshkrimeve nga 355 delegatët e kuvendit të përgjithshëm nuk e shkarkon automatikisht kryetarin, por vetëm i hap rrugë votbesimit e tij. Abdigjiku, i cili mbijetoi një votbesimi të ngjashëm në janar të këtij viti, e ka konsideruar tashmë të papranueshme dorëheqjen, duke kërkuar që debatet të mbeten brenda organeve zyrtare të partisë.